Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë analizë të thelluar. Sot do të zhytemi në një nga temat më magjepse dhe të themi drejtën, shpesh më të keq kuptuara të epokës son, kufiri digjitali botës së financave, ose siç njihet gjerësisht, bota e kriptomonedhave. Qëllimi i këtij shpjeguesi të lëmë mënjan zhurmën, egzagjerimet dhe t'ju ofrojmë një pamje të qartë e të strukturuar të këtij revolucioni. Pra, nëse jeni një fillestar që po përpiqeni të kuptoni si funksionon e gjithë kjo nga zeroja, jeni në vendin e duhur. Ne do të bazohemi vetëm në fakte. Plani ynë për sot është i thjeshtë dhe i drejt për drejt. Së pari do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë janë saktësisht kriptomonedhat? Së dyti, do të shohim motorin që i vën në lëvizje teknologjinë blockchain. Më pas do të flasim për mundësitë dhe rreziqet. Pika e katërt do të trajtoj diçka jetike për t'i mbajtur fondet e sigurta, ndryshimin mes hot dhe cold wallets, dhe në fund do të mbyllim me disa këshilla të arta. Le të fillojmë. Hapi parë, çfarë janë vërtet këto monedha? Tani me siguri e keni dëgjuar shpesh këtë term, por çfarë do të thotë në praktik? Në thelb, është para digjitale që lëviz përmes internetit. Por prisni. Nuk është këtu e veçanta, sepse edhe parat në llogarinë tuaj bankare sot janë thjesht numra në një ekran, apo jo? Magjia, ose diferenca e vërtet, fshihet te një fjalë vetme: decentralizimi. Imagjinoni një sistem ku nuk ka asnjë bankë qendrore, asnjë qeveri dhe asnjë shef që kontrollon transaksionet tuaja. Është një rrjet që mbahet në këmbë nga vetë njerëzit që e përdorin. Natyrisht të gjithë e njohim Bitcoinin. Është pionieri i pari që hapi rrugën. Por sot nuk është i vetmi. Ka mirë alternativa të tjera. Për shembull, kemi emra të mëdhenj si Ethereum, Solana ose BNB. Secila prej tyre është si një botë më vete, me rregulla dhe inovacione të ndryshme teknologjike. Disa fokusohen te shpejtësia ekstreme e dërgimit parave, ndërsa të tjera funksionojnë si kompjuter gjigant botëror që ekzekutojnë programe automatike, të njohura si kontrata inteligjente. E gjithë kjo na çon te pjesa e dytë. Si funksionon saktësisht teknologjia bazë pas kësaj? Le të flasim për blockchain. Nëse fjala blockchain ju duket si një term i frikshëm kompjuterik, le ta thjeshtojmë menjëherë. Mendojeni atë thjesht si një regjistër publik ose një libër llogarish gjigant. Çdo herë që dikush dërgon një monedhë, ai veprim shkruhet në këtë libër. Diferenca: një bankë mban këtë libër të fshehur në kasafort, kurse blockchaini është tërësisht publik. Të gjithë në rrjet kanë një kopje të këtij libri dhe pikërisht ky nivel transparence masive është arsyeja pse nuk na duhen më ndërmjetësuesit. Ja se si funksionon në jetën reale. Kur bëni një dërgese, kaloni nëpër disa hapa. Së pari, kompjuterat në të gjithë botën bashkohen për të verifikuar nëse ju vërtet i keni ato para, duke zgjidhur ekuacione matematike. Më pas, ky transaksioni juaj, së bashku me të tjerë, paketohet në një blok informacioni. Dhe këto vjen pjesa gjeniale. Sapo ky blok t'i shtohet zinxhirit, ai bëhet i pandryshueshëm. Nuk mund ta fshini, nuk mund ta manipuloni. Në vend që t'i besojmë një bankieri apo një institucioni njerëzor, ne i besojmë kodit dhe matematikës së pastër. Tani le të kalojmë te seksioni i tretë, mundësitë dhe rreziqet. Kjo është thelbësore. Në këtë fushë, kontrastet janë vërtet ekstreme. Nuk ka një rrugë të mesme. Nga njëra anë, keni potencialin për fitime të mëdha, transaksione që kalojnë anë mban botës brenda sekondave, gjithçka e decentralizuar dhe transparente. Por mbani vesh, nga ana tjetër, është një realitet gota jashpër. Kemi të bëjmë me një luhatje çmimesh që mund t'ju lërë pa frym. Vlerat mund të bjenë në gremin brenda natës. Shto këtu faktin që tregu është plot me mashtrime e projekte të rrema dhe shpesh ngjan pak si në perëndimin e egër për shkak të mungesës së rregullave nga shteti. Rreziku për të bërë gabime emocionale këtu është i lartë. Megjithatë, përtej luhatjeve të çmimeve, kjo teknologji po bën diçka të jashtëzakonshme. Ajo ka lindur industri krejtësisht të reja nga hiçi. Kemi NFT që po ndryshojnë mënyrën se si zotërojmë artin digjital, kemi DeFi ose financat e decentralizuara, ku mund të merrni kredi pa shkuar në bank, për të mos folur për Web3 dhe metaversin, që synojnë të kthejnë përmbys mënyrën se si e përdorim internetin sot. Pra, s'bëhet fjalë vetëm për monedha, po flasim për infrastrukturën e re të botës digjitale. Dhe nëse po mendoni, si mund të përfshihem unë në këtë? Materialet tona tregojnë 4 rrugë kryesore. E para është investimi afatgjat, blini dhe prisni ndër vite. E dyta është trading, blerja dhe shitja e shpejtë e përditshme. Kujdes, kjo kërkon nerva të hekurta dhe mbar të rrezikun më të lartë. E treta quhet staking,
ku ju i bllokoni asetet tuaja për të ndihmuar sigurinë e rrjetit dhe merrni interes mbrapsht. Dhe e fundit është mining, përdorimi i kompjuterëve të fuqishëm për të verifikuar sistemin në këmbim të shpërblimeve. Të gjitha kanë rreziqe krejtësisht të ndryshme. Kjo na sjell te pika e katërt, absolutisht kritike për çdo fillestar. Siguria juaj, hot kundër cold wallets. Pra, ku i mbani këto monedha? Gjithçka vërtitet rreth crypto wallet ose portofoli digital. Ai mund të jetë një aplikacion në telefon ose një pajisje e vogël fizike. Tani, për të qenë teknikisht të saktë, monedhat nuk janë në brenda pajisjes suaj, ato jetojnë në rrjetin blockchain, por portofoli mban fjalkalimet sekrete që ju lejojnë t'i përdorni ato para. E thënë thjesht, pak të portofol, jeni jashtë loje. Dhe ja dallimi madhor që duhet të kuptoni që në ditën e parë. Hot wallet kundrit cold wallet. Mendoni për hot wallet si kuletën që mbani në xhep çdo ditë. Është në telefonin tuaj, e lidhur me internetin, super e lehtë për të paguar shpejt diçka. Por, me që është gjithmonë online, është disi e rrezikuar nga hakerat. Kurse një cold wallet është pajisje fizike pa asnjë lidhje me internetin, është praktikisht një kasaforte e rëndë banke. E mbani në sirtar dhe ofron siguri maksimale për fondet të mëdha fatgjata. Por ja ku vjen paralajmërimi i ashpër. Ktu nuk po luajmë. Kur bëhen e banka e vetvetes, përgjegjësia është absolute. Nëse harroni fjalkalimin e bankës tuaj tradicionale, thjesht bëni një telefonat, i jepni mjetin e identifikimit dhe rregullohet apo jo. Ktu nuk funksionon ashtu. Nëse humbisni Chelsea-n tuaj privat, këtë fjalkalim super sekret të portofolit, parat tuaja humbasin përgjithmonë. Literalisht avullojnë. Nuk ka asnjë qendër thirrjesh për t'ju ndihmuar. Është një përgjegjësi sa fuqizuese, aq edhe e frikshme. Prandaj, le të shkojmë te pjesa e pestë dhe e fundit. Këshilla thelbësore përpara se të merrni çfarëdo lloj vendimi. Nëse nxirrni një mësim nga e gjithë këto analizë, le të jetë ky. Këto janë rregullat e hekurta të çdo eksperti. Së pari, investoni vetëm atë shumë parash që jeni të gatshëm ta humbisni plotësisht pa ju prishur jetën. Së dyti, mos u ndikoni kurrë nga euforia apo paniku i momentit, sepse tregu ushqehet nga dramat e rrjeteve sociale. Së treti, studioni, mësoni mekanizmat mirë para se të hidhni hapin. Dhe e fundit, mendoni gjithmonë afatgjat. Ajo që i bën njerëzit të ndihen se kjo nuk është thjesht një flusk kalimtare, është fakti se shikoni kush po përfshihet sot. Tesla, PayPal, Mastercard, gjygandët të tillë të biznesit nuk po rinë duar kryq. Ata po i pranojnë këto monedha dhe po eksperimentojnë aktivisht me këtë teknologji. Kjo na jep një sinjal shumë të qartë se, pavarësisht çmimeve të çmendura ditore, rëndësia e vërtetë e kësaj infrastrukture tashmë po pranohet globalisht. Njohuria është investimi më i mirë para çdo investimi financiar. Një citim direkt nga burimet tona që me të vërtet godet në shenjë. Në një botë kaq të re sa kjo, ku mashtruesit dhe mundësit jetojnë në të njëjtin blok, hyrja verbër pa u edukuar është receta e përsosur për katastrofë. Shpenzoni kohë për të kuptuar se në çfarë po hyni. Pra, në fund, e gjitha kjo na lë me një pyetje mjaft të madhe për t'u përtypur. Me të gjithë këtë paqëndrueshmëri marramendse që diskutuam, por njëkohësisht me një potencial kaq transformues, a është vërtet kjo e ardhmja e financave? A do të jetë ky sistemi standard që do të përdoret 10 apo 20 vite nga tani? Të dhënat i kemi mbi tryez, por kapitulli i fundit është ende duke u shkruar. Shpresojmë që ky shpjegues t'ju ka dhënë një themel të fortë për ta ndjekur këtë zhvillim. Deri herën tjetër, mbeqi mirë.